Meqenëse se thatë gjykata pas propozimit tuaj ka caktuar mosën e përkohshme të sigurisë, ka kërkuar gjykata deponim të ndonjë shumë të miteve për caktimin e kësaj mose? Jo, në këtë rast, tek rastet kur kërkohet propozim për mos të përkohshme sigurisë, gjykata nuk kërkon garancion, për shkak se është mos urgjente që duhet vendos gjykata. Gjykata e ka vendosur këtë mos dhe nuk ka kërkuar garancion për t'u paguar nga palët. Në fazat e mëtejshme të procedurës, kjo mundësi nuk përjashtohet. E para se çka du me thonë në këtë rast, unë s'kom pas nevojë asnjë sent me pagu për mosën e sigurisë. Kundërta prej Isakut edhe Smiti që më kanë thonë që duhet me pagu 21.000 euro, unë s'kom pas nevojë asnjë sent me pagu për çato. Propozimi në rastet kur kërkohet propozim për mosë të sigurisë si kusht për të përmbushur, për të vendosur kjo mos është edhe pagesa garancionit se cilën e cakton gjykata. Gjykata këtë shumë e cakton përputhje me vlerën e kontestit, të hyrat që i posedon palët në procedurë, por ka raste edhe kur i liron palët për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Sipas avokatit, këto mjete asesi nuk ruhen në llogarinë e avokatit që përfaqëson palën. Jo, asnjëherë. Gjykata për secilin rast kur vendos për të paguar garancioni bankar, e obligon me akt vendim për të paguar shuma dhe koha kur duhet të paguhet dhe mënyrën e pagesës e cila bëhet përmes Këshillit Gjyqësor të Kosovës, zyrës së financave që i lëshon edhe flet pagesat. Kjo bëhet direkt nga pala ose me autorizimin e palës mund të bëhet nga avokati, por asnjëherë nuk bëhet kjo nëpërmes llogarisë së avokatit. Pra mjetet si garancion mbesin në llogaritë të KXK-s? Po gjithmonë mjetet mbesin në llogaritë të KXK-s si siguri për palën kundërshtare në rast të suksesit në procedurë dhe demit që mund t'ju pësohet eventualisht atij.